Pas shumë betejave të suksesshme të UÇK-s, ishte ngritur morali të popullata brenda zonës, kurse të vëllezërit jashtë zonës, solidarizimi me të gjitha format e mundshme vinte duke u rritur. Shoqatat humanitare po tentonin që të futnin ndihmë ushqimore brenda zonës, sepse më rezervat ushqimore kishin ardhur në fund. Armiku e dinte këtë, dhe nuk po lejonte që të futen këto ndihma edhe për skaj insistimit të vëllezërve tonë nga Kumanova, Shkupi e Gjetiju. Po në këtë kohë edhe gypat e pendës Likovës ishin gjysmë të mbyllur, të mbetura kështu që para luftës. Kumanova po vante për ujë të pishëm. Me ndërmjetësimin e kryqit të Kuq, ishte arritur marrëveshja që t'u lejohet të vinë punëtorët e ndërmarrjes së ujit për t'i hapur gypat, e nga ana tjetër të lejohet fuqja në zonë e ndihmave humanitare. Kështu edhe do të ndodhte, sepse do të funksionojë plani ujë për bukë. Ne ishim duke qëndruar në pozicion dhe po vëzhgoni me vëmendje lëvizjet tyre dhe bunari Bejës. Dhe papritur filluan të lëviznin rrugës së asfaltuar drejt Orizarës, një kamion dhe disa furgon. Duke mos patur informacione të mjaftueshme, menduam se forcat armike po tentojnë të ndërmarrin ndonjë sulm të papritur e të kamufluar. Me shpejtësi vum në gjendje gatishmërie mitralozët dhe dy mortaret RPG-7 dhe po pritnin një moment të përshtatshëm për gjuajtje. Por me njëherë më kujtua që ta pyes komandantin ton Hoxh Muslim Urbanin me celular, sepse ai në ato momente ishte te komanda qendrore në mbledhje, e që tani më pas betejave të fundit, shtabi i përgjithshëm ishte pozicionuar në Likovë. Me njëherë morën në lidhje dhe po i tregoja se do të dëgjuajmë disa mjete që po shkonin drejt Orizarës. Kur dëgjoj se çka do të ndërmerrnim, i trishtuar më tha se janë ndihma humanitare dhe se edhe ai sapo kishte menduar të më lajmërohet. Ky ishte një moment shumë i rrezikshëm dhe në pyetje ishin sekonda që të ndodhte një tragjedi shumë e madhe. Për fat të mirë, arritëm në kohë ta evitojmë këtë moment që do të sjellte pasojë tragjike për karavanin humanitar e për ne do të ishte një gabim fatal.